realisht ajo që jemi mbledhur sot edhe këtë konferencë po mbajmë në lidhje me ligjin për byron shtetërore, përkatësisht ligjin për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Është një ndër projektligjet më të komentuara në Kosovë, është miratuar fillimisht nga Kuvendi i Kosovës, më pas i kthyer nga Gjykata Kushtetuese dhe tashmë së fundmi prapë i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, por i kthyer prapë nga Gjykata Kushtetuese në mungesë të plotësimit të procedurave nga vetë Kuvendi i Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës sot në mëngjes dhe ka dërguar tek secili deputet i Kuvendit të Kosovës nga një letër, përmes të cilët i kemi shpreh shqetësimet tona në lidhje me ato pak mangësi që i ka ligji, për të cilat kishim dashur që Kuvendi i Kosovës ta hap dhe ta diskutojmë me shoqërinë civile, me gjithë aktorët, përfshi edhe institucionet e drejtësisë, KPK-n, KXH-n, gjykatat, prokurorit, po ashtu edhe institucione tjera relevante. Që është më e rëndësishme, ne e vlerësojmë shumë që Kuvendi i Kosovës po bën edhe një përpjekje për të vazhduar reformën në drejtësi dhe ligji për byron është një ndër ligjet më të rëndësishme të reformës në drejtësi. Ajo që është tjetër e rëndësishme është që me këtë ligj po synohet të luftohet korrupsioni dhe përmes këtij ligjit po synohet që të konfiskohet pasuria e pajustifikueshme. Këto reforma duhet të ndërtohen mbi parimet të forta kushtetuese, mbi parimet të cilat janë përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese tashmë dhe duhet të ofrojnë siguri juridike për të gjithë qytetarët e Kosovës pa përjashtim, të drejtat themelore për ta, po ashtu pa përjashtim. Ne konsiderojmë që Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj paraprak, por edhe Komisioni i Venecias me opinionet e saj ka jap udhëzime të qarta se si duhet të veprohet dhe konsiderojmë dhe i bëjmë thirrje edhe Kuvendit të Republikës Kosovës që ta respektojnë dhe të implementojnë të gjitha rekomandimet që kanë qenë nga ana e Gjykatës Kushtetuese dhe Komisionit e Venecias. Duhet me patjetër të kemi një proces të mirëfillt gjithë përfshirës të konsultimit publik dhe në këtë proces të përfshihen të gjithë. Është po ashtu e rëndësishme që Kosova të ketë një ligj të tillë, po të jetë një ligj i cili nuk shkel të drejtat e asnjë qytetari dhe një ligj i cili respekton parimet që i përcakton kushtetuta jonë. Për më tepër në lidhje me rekomandimet konkrete apo qëndrimet konkrete të cilat i kemi në aspektet të ligjit, fjalën e kaloj kolegut tim Vullnet. Shumë faleminderit koleg, të nderuar media, të nderuar pjesëtarë të media, ju falenderoj që keni marrë pjesë në këtë konferencën tonë. Ne si QDI vlerësojmë se ky projekt ligj në së paku dy elemente duhet të ndryshohet dhe të harmonizohet me vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Ne vlerësojmë që dispozita e 1.2 të projekt ligjit përcakton lefshmëri kohore përtej afatit ose maksimumit të afatit kohor që ka kufizuar Gjykata Kushtetuese me rastin e vlefshmërisë në kohë të justifikimit ose edhe të verifikimit hetimit të pasurisë së pajustifikueshme. Në nenin 2, ligji i propozuar të përcakton periudhën që pasuria e pajustifikuar mund të hetohet apo mund të verifikohet kurdo nga data 17 shkurt 2008, pra që nga shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Prandaj në këtë aspekt ne vlerësojmë që kjo i tejkalon gjëtjet e Gjykatës Kushtetuese, nuk është afati siç është i përcaktuar tani në ligj, nuk është në përputhje me gjëtjet kryesore të Gjykatës Kushtetuese, sepse gjykata nuk ka lejuar që periudha e verifikimit të pasurisë së pajustifikueshme të jetë më gjatë se 10 vite, dhe kjo është për arsye se ju e dini që legjislacioni në Kosovë nuk lejon që më shumë se 10 vjet të ruhen, arkivohen dokumentet qoftë në bankë qendrore, qoftë në bankat e Republikës Kosovës, qoftë edhe nëpër institucione të tjera. Prandaj ne konsiderojmë që një periudhë e tillë, nëse veç mbetet në ligj, e cënon parimin e sigurisë juridike, kjo për faktin që subjektet që do t'i nënshtrohen verifikimit e kësaj pasurie gjenden në pamundësi objektive që ta provojnë lishmërinë e pasurisë së tyre nëse vetë se mbetet ky afat siç është i përcaktuar në kuadrin të 1.2. Prandaj ne rekomandojmë që në rastin e shqyrtimit të ligjit në kuvend në 2 lexime, së pari të shikohet njeri përkatës dhe të harmonizohet me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese dhe periudha e verifikimit të mos e kaloj afatin maksimal 10 vjeçar, sepse ashtu është e përcaktuar edhe në kuadër të këtij aktgjykimi, por edhe opinioneve të Komisionit të Venecias.
Elementi i dytë që ne mendojmë që është shqetësues, është fakti që ligji përcakton me një dispozit që procedura e verifikimit ose zhvillimi i procedurës së hetimit, verifikimit dhe të konfiskimit të pasurisë të rregullohet me një akt nënligjor që e nxjerr autoriteti i byros. Meqenëse se çështja e verifikimit të pasurisë pa justifikueshme të prek të drejtat kushtetuese të palëve që do të infiltrohen ose që do t'ju verifikohet pasuria, pra prek spari të drejtën në pronë, ne mendojmë që me akt nënligjor asesi nuk guxojmë që t'ia lojmë autoritetit administrativ në këtë rast, institucionin dhe fjalë që nëpërmjet nxjerrjes së një akti nënligjor të rregullohet në tërësi procedura e verifikimit të pasurisë pa justifikueshme. Ju e dini që edhe Kushtetuta e Kosovës ndalon që kufizimi i lirive dhe drejtave të njeriu të mos bëhet me akte nënligjore, por vetëm me ligj. Prandaj ne rekomandojmë që në rastin e shfrytëtimit të këtij ligji në kuvend, deputetët e Kuvendit të Kosovës ta harmonizojnë të njëjtin me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me opinionet e Komisionit të Venecias dhe asesi të mos lejojnë që autoriteti i byros të ketë kompetencën ekskluzive që nëpërmjet një rregullore ose akti nënligjor të përcaktojë rregullat, kushtet dhe kriteret se si duhet të hetohet dhe verifikohet pasuria e pajustifikueshme. Pra, këto janë gjetjet tona kryesore dhe rekomandimet që ne i kemi dorëzuar tashmë edhe sot në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ne po ashtu si organizatë jemi duke përgatitur edhe një hulumtim, një analizë të gjerë mbi disa çështje të tjera që ligji i ka vetë ne po i quajmë si shqetësime ose si probleme që mund të adresohen edhe me tutje, por aktualisht ne kemi konsideruar që këto janë dy elementet bazike që duhet mirën parasysh me rastin e shqyrtimit të këtij projekti ligji në Kuvend.